قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falendrimet dhe lavdrimet takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavat dhe selamet qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin udhëzimin e tij deri në ditën e fundit. Allahu Azza wa Jall kur e ka përmend njeriu në Kur'an shumë vende, ka treguar se ky njeri ka defektet e veta. Dhe ato defekte varësisht se sa u reziston njeriu atyre, bëj njeriu që të ngritet ose të ulet përmes moralit. Dhe mas pare Allah Azza ka thonë se njeriu është i dopt, është krijesë e dopt. Përderisa është krijesë e dopt, atëherë ekspozohet lloj-lloj smundjeje shpirtërore, e cila ndikon gjithsesi në gjymtyrët e tij. Kur ndikon në gjymtyrët e tij, ka më ndikuar edhe në rrethin të cilën e rrethon ato. Morali i tij ndikon më së pari në trupin e tij, vrehet në trupin e tij. Morali i keq vrehet tek ai, po gjithashtu edhe morali i mirë. Mi po nuk ndalet vetëm këtu. Ka mundësi mund ndalen nëse ai vazhdimisht e lufton ato, sepse e dim gjithë që Allahu Azza ka treguar në Kur'an se njeriu ka dy armiq. Armiku i parë është shejtani, i cili vazhdimisht i syt njeriu, edhe armiku i dytë është epshitina. Shejtani e merr edhe zbukuron një të keq, edhe ja bën të mirë, e dekoron ato, e stolis. Kurse epshi e lyp. Tash njeriu vazhdimisht është në luftë, edhe me shejtanin edhe me epshin e vet. Do të ndalë epshin e vet që mos mashtru prej dekorimeve të shejtanit. Përderisa është kësaj, atëherë smundjet që Allahu Azza i ka përmend, njeriu do të më luftu me to. Sa më shumë që i lufton ato, as bëhet më i mirë. Sa më pak tregohet rezistent ndaj tyre, atëherë e ul vetvetin e tij, personalitetin e tij, edhe gjithsesi moralin e tij. Nëse ndodh kjo, atëherë ai nuk është përveç se nuk është i dobishëm për vetveten, nuk është i dobishëm edhe për të tjerët. Thotë, jo mos i them amoraliteti, po veti tek xhia, tipa tek xhia, te i kalojnë kufit edhe dalin tek tjerët, saqë edhe të tjerët ja shohin domin asaj. Një prej smundjeve që Allahu Azza e ka përmendur që njeriu është i lig, është i lëksht ndaj tyre, edhe e ka problem gjatë tërë jetës së tij. Nuk është diçka që e kryen një herë me to, edhe nuk ka mundësi më ju kthy mbrapa ajo. Po është diçka që do të vazhdimisht me luftu nefsin ton për me urujt për asaj smundje. Ajo smundje është smundja e hasedit, xhelozisë. Pse e kemi zgjedhur me fol vetëm mu për smundjen e hasedit dhe xhelozisë? Për shkak se smundja e hasedit dhe xhelozisë nuk ka fush, nuk ka rrafsh, nuk ka porë jetës njeriu vese e kap ato në jetën e tij të përditshme. E prek. Saqë smundja e hasedit është një smundje e cila i ka kapur popujt e mëhershëm, që ka thënë pejgamberi sa në hadith. Është smundje e popujve të mëhershëm. Bilibili është smundje e rrezikshme. Dhe pejgamberi ka paralajmëruar se kjo smundje e popujve të mëhershme ka më rrokë edhe umetin tim. Përmes së smundjeje të hasedit dhe xhelozisë vjen deri te vrasja, vjen deri te shkatrimi, vjen deri te luftat mes vetë muslimanëve, mes vetë besimtarëve. E nuk ka dyshim se një prej shkaqeve për çarjes muslimanëve, ndarjes muslimanëve, vrasje e muslimanëve në mes veti, hasedi ka gishën to. Smundja e hasedit ka merr pjesë në ndarjen e muslimanëve, edhe në përçarjen e tyre, edhe në vrasjen e tyre. Hasedin dietarët kur e kanë definu, kanë thonë kur dikush xhelozon për një të mirë që Allahu ja ka dhënë atina, po të njëjtën kohë ka qef që më hjek atij. Ka qef që më hjek. Do thonë, nuk mundet me duru të mirën që Allah ja ka dhënë atina, do më hjek atina. Edhe më or atina vet, ai më furnizu me to.
Nëse s'ka mundsi ai më furnizu me to, s'pa ku prej ti mu largu që ai mos më qenë më i mirë. Çaj, mos më qenë i mirë. Kjo është një prej definicioneve që kanë përshkruar dietar. Një prej definicioneve tjera që ka thonë dietar për punën e xhelozisë, ka thonë është kur ti e nin veten keq, nëse Allah ja çon të mirë dikujt. Ndjenja që nin vetveten tënde. Kur Allah i çon të mirë atina, ni i shkeq, u kupton? Mi po ti nuk e shpreh ato. Ti nuk e shpreh ato. I përngjon ati gjunahi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë hadith, ma haka fi nafsik wa karihta an yatala alayhi an-nas. Ka thonë gjunahi, ithmi, kur e ka përshkruar, kur e ka definu, është ajo që ka sillet në gjoksin tënd. Mi po s'ki qef njerëzit me marrë vesh për ta. Në momenti që diçka sillet në gjoksin tënd, edhe do më mshet për njerëzit nuk ki qef që me marrë vesh ata, ta di që është gjuna. Sepse e din që nëse e marrin vesh njerëzit për ato që ka sillen në gjoksin tënd, kanë me turpru, kanë me çortu, kanë me ofendu, kanë me thonë ti ku kështu. Edhe di që është gjuna, sytë e njerëzve nuk është virtyt e mira, nuk është tipar i mirë. Automatikisht është gjuna. Ndjenja për skeqi, kur dikon Allahu azza xal jep të mira, edhe kjo është hasad. Edhe ki qef që mu largu ato, mi për nuk e shprehti ato. Pejgamberi sa me ka bo dallimin mes besimtarit edhe munafikit. Sepse me një transmetim ka ardhur el mu'minu yaqbitu. Besimtari yaqbit, gipta. Gipta çka është gipta? Gipta është kur ti xhelozon për dikon, mi po nuk i shef si mi ju hek ajo atina. Ajo mirë që ja ka dhënë Allahu ati. Ka thonë wal munafiku yahsud. Mi po thot munafiki dyftyrshi, çka ai thot xhelozon. Thot xhelozia është cilësia e munafikit. Xhelozia është cilësia e hipokritit, e dyftyrshit, nuk është cilësia e besimtarit. Kurse besimtari yaqbitu, çka besimtari xhelozon kur Allah i jep dikon në tmin i vllaut vetit. Mi po s'ka çaf mi ju hek ajo. Po çka dëshiron që Allah azza xal më furnizu edhe ata më të mirë që më bën mirë ç'është po bën mirë ai. Për këtë çka pejgamberi sa më ka thonë hadith, la hasada illa fi ithnatayn. Ka thonë nuk ka xhelozi, domethënë xhelozia nuk lejohet vetëm se në dy raste. Kur to rajulun ataahu Allahu min al-mal fayunfiqu fi sabilillah, një njeri Allah azza i ka dhënë prej pasurisë tina. Edhe ai atë pasuri që ja ka dhënë Allahu azza e jep në rrugt të Allahut ka sillet, sepse di që nuk është malli i vetë, është malli i Allahut azza. Edhe jep. Tash ky tjetri i cili nuk ka, kur e sheh ato të dhon prej pasurisë Allahut azza, thot vetëm me veti. Thot sikur law atani Allah, sikur të kishte dhënë edhe mua Allahu azza, e dhonë të kisha dhënë ç'po jep ai. Thot në çka ai xhelozon? Ai xhelozon në bamirësi. Ai xhelozon punë të mirë. Nuk xhelozon që ati më jo hek se Allah atina e mu nuk më dha, sikur ti kish hek atina të më kish ardhur mu. Wa rajulun, edhe njeriu i cili e ka mësuar Kur'anin përmeç. Me një hadith Allah azza i ka dhënë ursi, thotë i ka dhënë dije. Edhe ai punon me atë hifdhin. Çka lexon yatlu minhu ana al-layli wa atraf an-nahar. Lexon nat edhe ditë për librit të Allahut azza, jam mëson tjerëve, jam mëson për veti, jam mëson tjerëve. Po çka? Besimtari xhelozon, nëse xhelozon për dikon që Allahu azza ja ka dhënë këtë mësim Kur'anit përmeç. Ja ka dhënë këtë dije, edhe ai përmes kësaj dije po i udhëzon njerëzit në haj. Edhe ka shefshë ky sikur kishën i tillë që më u bë kështu edhe ai, më u bë njerëz mirë, më mëson njerëz të mirën. Atëra edhe ky rast nuk ka hasad. Por diçka që e lëvdum. Këto ulemat e kanë thënë ndryshe masani. Çka kanë thonë? Ulemat kanë thonë kjo është al-munafasa. Ka thonë kur garojnë dy vet për smiri. Kur dy vet garojnë për smiri. Thotë e kanë shty në atë grupin e garimit e kanë shty pse ky ka dëshirë. Nëse nuk ka, është për diçka që nuk është për pasurisë ose për hidhjet, s'ka mundësi me arrit ajo, po është në një punë tjetër që ka mundësi me bë. Sikur ai që po e bën, edhe nxit, thotë kur e shat ato bë mirë, edhe ky ngon me bë mirë. Aja që e bën një të mirë një sadaka, edhe ky jep një sadaka. Shkon në një të varfër, ky në një të varfër. Shkon i ndihmon dikujt me ndërdur çka ai me dur fizikisht atë, kjo është garim. Edhe kjo ka ndodhur te sahabët kanë ndodhur. Dimi për shembull rastin e Abu Bekrit me Omer radhiyallahu anhu, kur kanë garuar njëri me tjetrin, çka kush pinimo më shumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, saqë herën e fundit kur është dorëzuar Omer radhiyallahu anhu prej Abu Bekrit, kur ka shku me gjysën e pasurisë, ka thonë punë ja kelon, ka thonë shka kelon te shtëpia, ka thonë gjysën tjetër e lash gruën e fëmijës, gruaja e fëmijëve.
Kur ka dhënë Abu Bekri me këtë pasuri. Ka dhënë bote, ka dhënë alash Allahit. Çka ka dhënë Omeran, ka dhënë prej këtij momenti unë shtyra me ti. S'smoj. Sa Allah zëri ka dhënë thotë, kjo është fadlullah yu'tihi man yasha, është një mirë e Allah të zot që ja kujt don ai. S'ka mundësi ti më ka përshtysuar shtyrë me to, sepse është mirësia e Allah ndaj një robi. Çka kërkohet për ti? Kërkohet për ti që Allah zëri më të furnizu edhe ty ashtu që ti më bëu mirë, mi po jo më pa xhelozi pse ashtu, edhe sikur ai mos kish bëu ashtu, sikur kjo ti kish larguar Tina e kështu me radhë. Thot kjo është ato definicioni i xhelozisë, edhe dallimi mes geptas, xhelozia e lejume, edhe garimi në punë të mira, dallimi mes garimit në punë të mira, edhe dallimi mes xhelozisë. Për garimin në punë të mira Allahu azza wa jalla ka thënë në Kur'an, kur thot falyatanafasil mutanafisun. Qysh thot në ditën e gjykimit ka më pas njerëz që do të qëndrojnë në shtretër të lartë, do të kthyen pesë lartë, do të shijojnë të mirat e xhenetit shumë të lloj-llojshme. Sepse në këtë dynjë ka bëu punë të mira që e kanë arrit këtë problem. Thot Allahu azza wa jalla fund ajetit Kur'an thot khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun. Thot përfundimi ka qenë misk. Parfimi misk, thot diçka shumë e mirë. Misk në gjuhën arabe khitamuhu misk është edhe kur han diçka fundin e ka të lezetshëm. Thot jo veç fillimin, por edhe në fund kur ta krysh ushqimin ngrënit e saj, ta lën një shije të mirë ta lën. Thot kësi sojë garimin punë të mira. Wa fi dhalika thon këto le të garojnë musliman njëri me tjetrin. Kjo është ajo që duhet me garu në mesin e njëri tjetrit. Kjo është ajo çka ulemat e kanë thonë për punën e hasedit, definicionit tina. Sahabët thamë kanë garu njëri me tjetrin, po ata xhelozia për njëri tjetrin s'ka ekzistuar hiç. Edhe këto Allahu azza e ka përmendur në Kur'an kur thot për ensart wala yajiduna fi anfusihim min haraj min haja, në trupat e tyre, në gjoksat e tyre nuk kanë ni kur far xhelozie kur muhaxhirve ju ka dhënë diçka. Kur bo plaçka lufta, jo mbledh plaçkat e luftës, masi kanë nëmbo hijrat, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kanë dhënë disa plaçka të luftës më shumë për muhaxhirt. Ensart nuk kanë ni kur gjon gjoksin e tyre diçka. S'kan pas kur far xhelozie domethënë. Pse atyre i dha më shumë se neves na dha më shumë. Ai cili ka thonë me një rast, me një prej luftrave që nuk jetë u bodësi, nuk ka qenë prej ensave. Ai ka qenë prej xavarëjve që ka paralajmëruar pejgamberi sa për të më hartë. Sigur ai personi që ka thonë adil, bën drejt ja Rasulullah. Ka thonë o jak, i mirë ti, nëse unë nuk bëj drejtësi në këtë fytyrë tokës, kush ka më bëj drejtësi? Pejgamberi Allahut ka thonë njëri më i devotshëm. Ai është rasti i veçantë. Mi po sahabët nuk kanë pas xhelozi për njëri tjetrin, saqë e dinë gjithë rastin. Kur ka shku muhaxhirt, kanë bëu hijrat në Medinë, ata çdo sent që e kanë pas për pasurisë tine e kanë dhënë për gjysmë me muhaxhir. Ndoshta edhe i kanë dhënë edhe më shumë. Ndoshta edhe i kanë dhënë më shumë, saqë Allahu azza ka thonë për ta wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. E kanë lënë vetëm keq. Ka pas nevojë për ta. Ka pas nevojë. Mirë po e ka dhënë edhe pse ka lënë vetëm keq, vetëm ja plotsu nevojën vllaut vetë musliman. Zemra tënde u kon e paçt prej çdo xhelozie që kom, çdo shenjë, çdo element i xhelozisë që ka pas mundësi me ekzistu, të sahabët sa ekzistu. Çdo element i xhelozisë që ka mundësi me ekzistu në një njeriu, të sahabët nuk ka qenë. Ata e kanë treguar vetëm. Mirë po, Allahu azza i ka përmend për mirë. Was-sabiqun. Ka përmend sahabët, ka përmend ensart në Kur'an. Çka ka thënë Allahu azza wa jall? Është kënaqur me ta. Thon kjo i bën një lloj lavdrimi prej qiellve lart për një person që ti je prej banorëve të xhenetit. Kto e kanë një sahabët. Mi po kjo kur nuk i kanë dhënë ata që më bëu vepra të mira, alo më shumë. Përkundazi, kjo i kanë nxit alo më shumë që më bëu vepra të mira. Edhe kanë pa që atë mos xhelozi që se kanë pasur atë, atë mirësi që kanë shprehur ndaj muhaxhirëve, ju ka shpërbly. Ju ka shpërbly.
Kjo e nxit muslimanin në jetën e përditshme që me kontrollu vetveten vazhdimisht me pasur nga me këshyr se do të më kon. Allahu azza xhelozinë ka përmend në Kur'an shumë vende. Një prej rasteve ka përmend kur pabesimtarët kanë pas xhelozinë ndaj muslimanëve, ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë Allahu në Kur'an: "Am yahsaduna an-nas ala ma atahum Allahu min fadli." E ka bu fjalin më pyetse, mi po thot. Allahu azza i ka dhënë atë. Ju po keni hasad me tyre? Allahu azza i ka dhënë imanin kujt muslimanëve. E ju po keni hasad me ta? Është diçka e shtret. Pse ata s'kan ndesh me pranuar. Çi fut njësoj. Një prej shkaqeve që i ka shtyt çifut që mos me pranu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka qenë xhelozia se pse shpalla i ka ardhur bash Muhamedit nga arabët e nuk ka nga jehudit. Ka pas xhelozi, edhe çuki i nati i ka marrë në kufër, nuk i ka lënë me besu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pse e kanë ditë, i ka ardhur lami më herët për Isa alayhis salam që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë pejgamber. Po prej hasidit që ka pas, prej xhelozisë që ka për arabëve, nuk ka për hebrejve, e kanë refuzuar pejgamberin sa nuk kanë besuar atina. Xhelozia ka qenë shkaktor që ata me në kufër, mos më dal për kufrin në iman. Për këtë shkak edhe vazhdimisht kanë xhelozuar. Masani Allahu azza ka thënë: "Wadda kathiru min ahli al-kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada." Të shumë prej qafirave në përgjithshme prej të kohës pejgamberit sa deri sot kanë qef sikur juve t'ju kishin kthyer atë fenë tënde. Vazhdimisht punojnë ata. Pse? Hasadan ba'da imanikum, mas imanit ju hasadan min 'indi anfusihim. Për vetvete se kanë hasad, xhelozinë e kanë në shpirtrat e tyre e kanë. Edhe vazhdimisht punojnë. Për këtë shkak edhe Allahu azza thot në një citat tjetër të Kuranit thot: "Wa lan tarda anka al-yahudu wa an-nasara hatta tattabi' millatahum." Jehudit edhe krishterët kur s'knaqen me juve derisa ju të ktheni fenë tënde. Ku më di çka më bë? Ku më di ç'u veshti? Edhe brinat më qit në kry, ai s'knaqet përderisa ti një sikur musliman. Je për një familje, veç kur shef që ti të pasuar në fenë tënde, je kthyer në fenë tënde, çetëra i knaqet. Përndryshe s'le rahat. Nuk le rahat kur hiç. Nuk i mjafton vetëm se ti pëson disa tradita të tënde. Si mjafton ajo? Kur shef që po praktikon edhe fenë tënde, çetëra ata e knaqen, çetëra ata janë rahat. Për këtë shkak ata vazhdimisht kanë xhelozi në imanin ton. Vazhdimisht kanë xhelozi në besimin e muslimanëve. Dhe hasedi gjithashtu po përmend edhe kapitullin e fundit kur thot para fundit: "Wa min sharri hasidin idha hasad." Për sherrit të xhelozit kur ai bën xhelozi. Dhe kjo aludon në kupton në kuptimin e xhelozisë në mënyrë përmbajtësore. Jo në terminologji, po jo në etimologji, po në terminologji. Qysh? Thonë që hasedi, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që na ka treguar në hadithe tjera, ndikon që shtash pak më herë disa smundi, disa moralet njeriu ndikojnë keq shoqëri. Hasedi ndikon edhe të ai tek dikush kur i bëhet xhelozia tina. Edhe kjo është ajo që ka thënë na mësyshi apo që ka thënë pejgamberi el-ainu haqq. Mësyshi është hak, i cili vjen prej xhelozisë. Kur dikush sheh mirë të dikush, edhe as nuk thot mashallah, as nuk kënaqet, po e msheh me vetën e tina. Sa që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot në një hadith që mësyshi mrin tek personi më shpejt se sa që bëhet mësysh. Thon, alo pa u shpreh mirë, xhelozia e tij e cila vret në gjoksin e tina e godet për ato që u bë xhelozi. As i keq është, as i dëmshëm është. Saqë ndodh për atë person që ka kap xhelozia, e ka kap hasedi me shkupun kesh masani. Njerëzve ka ndodhur për xhelozisë me vdekje vladi. Me usmuar vladi. I ka ndodhur me djeg shtëpia, me prish punë, ose me prish bakteria që ka pas prej xhelozisë. Atë dëmshëm është. Smundja e xhelozisë, smundja e dëshme. Për këtë shkak edhe Allahu azza ka paralajmëruar betina edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithe të shumta. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot kur juve ta pushtoni Persien, Rom, Bizantinët, ka thon çfarë keni më bë? Ju ka drejtuar sahabëve. Ka thon ja Rasul, Allah kira më punu, çish na ka urdhëruar Allahu dhe pejgamberi tina. Ka thon po kam frikë se ne më bë diçka tjetër. Çka?
ka thonë tatanafasuna thumma tatahasadun. Do të keni me garu. Që kur ta shlesh Persien, kur ta shlesh Bizantinin, pasuri shumëta, plaçka shumëta. Ky merr plaçk, unë marr plaçk, atë filloj me garu, hajde mos më marroni më shumë, ky mos më merr më shumë. Tashti kur filloj me garu për dynja, jo për ahiret, jo për veprat mira, atëherë kena më pas xhelozi njëri tjetrit. Sepse qëllimi ju nuk është ahireti, qëllimi ju është dynjaja. Çka? Tatahasadun. Kur vjen xhelozia, atëherë vin ato rreziqet edhe domet tjera se. Çka? Thot tatadabarun, ja ktheni njëri tjetrin shpinën. Qysh? Tregojmë me një me njëri tjetrin. E shoh rrugë nuk du me pa. Nuk du me fol. Në shef e kthen edhe ai gjithashtu. Bëjmë sikur se s'po shohim njëri tjetrin. Pastaj thot tatabaghadun, e urreni njëri tjetrin. Ku ky përmendet me xhlisin tëm, unë s'du me një për to, apo ndroj mohabetin me një herë. Pse? Sepse kom xhelozin, pasurinë e tina, apo të mirë atë që ja ka dhënë Allahu, nuk du me një mirë për to. Pastaj çka ndodh? Thot au nahwa dhalika thumma tantalikuna fi masakin almuhajirin fadaj'aluna ba'dhum ala riqab ba'd. Ja nisni me vrani njëri tjetrin. Ja nisni me vrani njëri tjetrin. Me një hadith tjetër thot innahu sayusibu ummati da'a al-umam. Qalu wa ma da'a al-umam? Ka thonë kam ju godit juve smundjet e popujve të mëhershëm. Ka thonë ja Rasulullah, po çka janë këto smundjet e popujve të mëhershëm? Ka thonë al-ashar wal-batar wat-takathur wat-tanafusu fi dunya wa-taba'du wa-tahasud hatta yakunu al-baghyu thumma al-haraj. Çka? Mendjemësia, urrejtja në mes veti, hasedi, xhelozia, largimi për njëri tjetrit derisa që ja nisni njëri tjetrin mi bë padrejsi edhe me luftu me vrarë njëri tjetrin. Për hasedit, për xhelozisë muslimant e kanë vrarë edhe njëri tjetrin. Me një hadith tjetër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdhabu al-hadith. Do të keni kujdes mos paragjykoni për njëri tjetrin, sepse paragjykimet janë gënjeshtra më të mëdha. Wala tahassasu, çfarë thon tahassus? Tahassus është kur i rrin gati mos po nin kesh. Vazhdimisht, momenti që nin kesh për dikon gëzohesh. Wala tajassasu, kur dikush i përcjell avretet e huaja. Çush i përcjell avretet e huaja? Këshir mos po gabon dikush mi aqin publik me nerë. Kurse esenca të muslimani është muslimani mi jam shef gabimet e tjetrit, jo mi aqin shesh. Thot la tajassasu, thot wala tanafasu wala tahasadu. As mos garoni punët e dynjas, as mos e xhelozoni njëri tjetrin. Çka ndodh? Kur ndodh xhelozia, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana, thot e armiqsoni njëri tjetrin, thot çka bëhuni vëllezër për rob të Allahut, vëllezër në mes veti, vëllezër në mes veti. Me një ditë tjetër thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se kam ju godit juve smundja e popujve të mëhershëm, e cila thot ja vruan fen juve. Thot cila është ajo? Thot al-hasadu wat-tabaghut. Thot hasedi edhe armisia në mes veti. Ka thon hiya al-haliqa, ka thon kjo është ajo që ju rrun juve, hasedi, xhelozia. Ka thon çka? La yakunu tahliku sha'r, walakin tahliku ad-din. Ka thon nuk po thon që ja rrun flokt, hasedi, xhelozia, po ja rrun fen, ja rrun. Pse? Sepse kur njeriu xhelozon për vëllaun e vet musliman, ja han veti punët e mira, i djeg. Sikur letra që la digët me shkreps kur e kall, çashtu veprat e muslimanit digjen kur ai xhelozon për një musliman tjetër. Kur ai xhelozon për një musliman, pejgamberi ka përmend disa hadithe tjera që Allahu azza wa jall punët e mira disa njerëz ja fshin për shkak gjinohave. Punët e mira e bën një punë të mirë, mi po bën një punë keqe, çka punë e keqe bëhet shkaktar që i djeg veprat e mira këtina. E njëjta është edhe xhelozia. Qysh, thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në ditën e gjykimit vijnë disa njerëz që ka bëu punë të mëdha në këtë dynjë. Punë të mëdha. Hajrate të mëdha kanë bëu. E kanë udhëzuar njerëzit në Islam, apo ku më di çfarë punë, çfarë sadakaje, apo çfarë sene, mirë po thot kur vjen ditën e gjykimit, thot njërin e ka shoh, tjetrin e ka vendu, tretin e ka rre, katërtin e ka myt. Ju ka hin hak njerëzve. Ju ka hin hak njerëzve. Çka? Thot ditën e gjykimit punët e mira shkojnë te poshtë. Mi po kur kshin haki huaj, thot çka? Allahu azza wa jall punët e mira e merr ja fshet këtynve që kanë bëu gjinohe. Se ne çika shoh. Ata si më të mirë se kë.
Mi po për shkak që ju ka hin hak atëve, Allah ja merr këtij në punë të mëdha se vobet edhe ato të tjerëve. Thot derisa ti harxhon këtë. Kur ti harxhon këtë, thot atyre që na shohin ja merr gjinatë ja çet është këtina. Tash ky mëse më shku lart ky vesh kon te poshte. Ka thonë bëjnë son, ç'ky është ai muflisi, ai cili ka falimentu. S'ka më kur ç'është ka më dhonën, ka falimentu. Tash i merr vetë gjinatë të tjerëve i merr. Po edhe pse ka bëu vepra të mira, për shkak veprave të këqija i ka fshifë veprat e mira. Kështu është xhelozia. Xhelozia i djeg punët e mira. Për këtë shkak muslimani më pas kujdes shumë për xhelozisë, sepse është një smundje që vazhdimisht do të më luftu. Është diçka që do të më shuru vazhdimisht, që do ta shohim tash pak vazhdim. Thot pejgamberi sa në hadith tjetër thot la yastami'ani fi qalbi 'abdin al-iman wal hasad. Thot në zemrën e besimtarit nuk ka mundësi me u bashku imani dhe hasedi. Më kon xhelos puro edhe me sen besimtar s'ka mundësi. Nuk ka mundësi. Për këtë shkak edhe tham pak më herët se hasedi është cilësi e munafikave, jo cilësi e besimtarëve të mirë. Jo cilësi e besimtarëve të mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është pyet me një hadith, cili është njeriu më i mirë. Shumë hadith interesant. Që ky e përshkruan se cili do të më pas zemrën e pastër. Ka thonë pejgamberi sa kullu mahmumil qalbi saduqul lisan. Mahmumul qalb me pas një zemër shumë mirë diçka. O saduqul lisan edhe gjua e tij më fol veç gjua e tij është besnike domethënë. Veç saktën e fol. Veç vërtetën e fol, nuk rren kur hiç. Ka thonë ja Rasulullah që ta saduqul lisan me gjuhë të mirë e morën vesh. Mi po çka zemër mahmum diçka çka kon to. Ka thonë pejgamberi sa huwa taqi an-naqi. I devotshëm po është i pastër. Zemra tina është e paqët. Çka la ithme fihi, në vetën e ti nuk ka gjinoha, nuk ka sene që fshej për njerëzvaj, është i past. Qysh që ka thonë për jam sa minë hadith, besimtarët e mirë që janë pas zemër, momentin që i shehti ata e vrenë që janë të mirë. Pse? Sepse seher që njerëzit takohen me ta përmenet Allahu seher që ti shihesh me ta, momentin që ti takohesh me ta, veç kime përmen Allah, kime përmen dynja. Veç kime bo dhikr, kime thonë alhamdulillah, Allah akbar, subhanallah, ka më përmen ahireti. Momenti që takosh me ta, që kështë aj en-naqi, la ithme fi, wala bagje, nuk o as gjuna vetë e ti, as nuk është armik i kuj, nuk ja dënd keshen as një njëri, s'ka, po gjithë i dokën të mirë, i javdën të mirën së cilit. Momenti që ishe njeri, aja dënë të mirë në atineve që qysh me ndimu diçka, që se s'ka mundësi materialisht, atërë s'paku me këshilu, ose me ja gjithë një rrugdalje, ose me ja gjithë një ndim për mes dikujt, kësoj është aj njeri. Momenti që paraqitin një problem para tina, aja menon me qysh me ndimu. Që kjo është aj pashtë të zemrën tina, s'ka kur far armësi ndaj askujtis. Wala ghilla, wala hased, nuk ka as zilis mirë, edhe s'ka xhelozi. Kjo zemër është thirë me pas. Mi po muslimonit me lëftu vazhdimisht me pas ata. është diçka që është në gjendje me sakrifiku vetën dhe për tjertë. është në gjendje me sakrifiku vetën dhe për tjertë. Për hasedit ka hadithet shumëta, mi po dhe selefi kanë folë për qërtimin hasedit. Për shembull, Muaviju radiallahu anhu ka thonë, nuk ka cilësi më të keqe se sa hasedi, i cili yaqtulu al-hasid qabla an yasil al-mahsud, i cili e prish xhelozin para se mimria tina. Pse? Çysh e prish xhelozin? Si ju ka prish zemra. Xhelozia thot para se me godit ato, mas pari e prish ato vetë që ka bëu xhelozi. Thot me një transmetim tjetër, thot kullu nasi akhtaru ala ridah. Kur ka qenë halife ka fol, ka thonë secili njeri ka mundësi me kënaq. Thonë çdo kush i shpreh në diçka halife vallahi se tona, thot ka mundësi me mshel gojën në qysh. Mi po thot çka? Përveç hasedjiut. Thot fa innahu la yurdihi illa zawaluha. Allahu akbar. Sepse ai i cili ka hasedji, ka hased, nuk e kënaq vetë kur ti hiqet e mira atij personi që ka pas xhelozin ndaj tij. Çfarë kënaqet ai? Thot kur ta godet dikon e keqja, e ka pas një të mirë, Allah ja hek atina, sprovohet me diçka,
që atër kënaqet, ai s'ka më xhelozi, s'ma më xhelozi, s'u kënaq, e ka kënaqet egon e vet e ka kënaq. Po të mojë hasedjiun s'ka mundësi me jam mush dyshysh, me jam shel gojën dyshysh. Tjerëve po, pak nësive tjera po, a hasedjiut asëse. Thot Ebu Dardaja radiallahu anhu, thot ma aktharu abdun dhikr al-mauti illa qala farahahu wa qala hasadu. Thot nuk ka njeri që le përmen vdekjen vese i paksohet gëzimi, po të njëjtën kohë i hiqet edhe hasedi. Thot përmendjes vdekjes po hek edhe hasedi. Ta shohim vazhdim pa. Thot Omeri radiallahu anhu, ma kanat ni'matullahi ala ahadin illa wajjaha la hasid. Nuk ka njeri që Allah i ka dhënë të mira diçka, se si nuk veçohet me diçka, dhe se ai person e ka një hasedxhi. Allah e atina i ka dhënë pasuri, e ka një hasedxhi. Allah e ti i ka dhënë dije, ka me pas hasedxhi. Po është edhe kjo, sa ma shumë që i shtohen të mira dikujt, i shtohen edhe hasedxhi. Sa ma pak që i paksohen të mirat, i paksohen hasedxhi. Të ulema e ka përmen për qkafit prej përvojës. I ka thënë Hasan al-Basriut, hal yahsudu al-mu'min, besimtare ka mundësi me pas hased? Qal ma ansaka ben Yaqub, a i ka arru bite Jakubit a.s. vëzërit e Jusufit a.s. Naam, walakin dhammihi fi sadrik. Po thot, besimtari ka xhelozi, mi po xhelozia besimtari tjetë në gjypsin e tina. Flet, nuk është aktive, nuk e qëtë jashtë as me gju, as me dorë. Qka? Fa innehu la yadurru kama lam ta'du bihi yadun wala lisan. Thot xhelozia ti nuk të bën dëm ty përderisa është mran, nuk del në dorë edhe në gjuhë. Nuk del në dorë edhe në gjuhë. Ibn Sirini, Allah e mëshirof, thot ma hasadtu ahadan ala shay'in min amri dunya li'annahu in kana min ahli al-janna fa kayfa ahsadu wa hi hufayratun fi al-janna. Në punë dynjas, që se Allah e ka dhënë dynjan këtina, ka thënë kur nuk kom pas prej punët, më fali, punët e mira, të hajratet, që se ka pas dikur shumë, kur nuk kom pas xhelozin ta. Pse? Po ka thënë qysh me pas xhelozi për punët mira që janë pjesë e xhenetit. Në pjesë e xhenetit qysh Allahu e ka kriju xhenetin. Në xhenet ka vend për gjithë, ka të mira të shumta për gjithë. Sado që njeriu më bë vepra të mira, sado që Allahu më dhon të mira një personi në xhenet, a nuk pakson për tjerë. Qysh me pas xhelozin ta? Ka thonë wa in kana min ahli an-nar fa kayfa ahsadu ala amri dunya wa huwa yasiru ila an-nar. Po ka thonë që është për njerëz të dynjas, edhe është për gjunaqave, Allah i ka thonë shumë, i po përfundimi i tij është zjarri i xhenemit. Pse me xhelozuan në diçka që është pjesë e zjarrit të xhenemit? Pse me xhelozu? Nuk kam nevojë me xhelozu, sepse përfundimi i tij është zjarr. Nëse që përfundimi i tij është zjarr, edhe ka mundësi edhe mund të çon zjarr, po shka me xhelozun ta. Po nëse është për punën e dynjas, nëse përfundimi i saj është xheneti, po shka me xhelozun ta. Të xhelozia, muslimani duhet me ditën se si edhe çka me vepru me ta. Motivet e xhelozisë janë të shumta, mirë po ma e rëndësishmja, ajo çka e shtyn xhelozin është dashuria ndaj dynjas. Dashuria ndaj dynjas është motivi kryesor i çkafet i xhelozisë. Edhe xhelozia zhvillohet në grupe të ndryshme të njerëzve. Xhelozia zhvillohet tek njerëz që kanë një profesion. Zdrukthar, tregtar. Ku janë një profesioni, xhelozia është më e madhe. Xhelozia zhvillohet te mocanikët. Xhelozia zhvillohet te vllaznia në mes vetë. Pse? Sepse të dytë mundohen me bë punë të mira që e kënaqin prindin veç me marr diçka prej dynjas që ekziston te prindi. Për këtë shkak ndodh vllot me bë kurfa. Çu që ka bë vllaznit e Jusufit e Rezan Jusuf? Pse e kanë pa që Jakubi alayhis salam pedon më shumë Jusufin alayhis salam. Pse e ka dorë më shumë? Se e ka ditë që ka më qenë për pejgamberët e Allahut. Ku ja ka kallzu ëndrën, thonë, "Pesho, të mbron sejdë mua, një më të yze." E ka ditë që është pejgamber, ka më qenë pejgamber i Zotit. Se ai vetë ka qenë pejgamber. Ka thonë si ka zonë shkujt. Pse? Se ka pas frikë për xhelozisë djemve të tjerë. E ka ditë që më marrë vesh djem të tjerë. Për vllahun e vet. Se çfarë mirë ka më dhënë Allahu atina, ka më xhelozu. Nëse xhelozojnë kanë më myt, edhe kësaj ka ndodhur. Nuk e kanë myt, mi po ja kanë bë kurthën.
Ja ka më kurthën, se s'ka ndesh me pa, sepse xhelozia vjen në si gjendje që ti je në gjendje me dëshiru që personi i cili ka të mirë më shumë se ti do në me vdekaj. Ndoshta të prej smundjes mëdhe bën edhe lutesh që Allahu më ja hekat mirë, Allahu më ja shkatruat mirë, se prej smundjes që i kiti mbrana zemrën tonë. Allahu bila. Për këtë shkak xhelozia ndon kësi rase. Xhelozia ndon edhe mesin e dietarëve. Jena të fol për dietarët e këqij, jo për dietarët e mirë. Sepse dietari i mirë, ai i cili e kush është dietari? Dietari është ai i cili e njeh Allahun azza xal. Ai i cili e njeh fuqinë e tina. Ai i cili e njeh madhrinë e tina. Ai i cili e njeh ndëshkimin e tij. Ai i cili e njeh të mirat e Allahut. Dietari e njeh Allahun, e njeh thesarin e Allahut. Sa ka Allahu thesare depën e tij me të shumta. Nuk xhelozon. Një dietar i cili e din, për shembull, Allah azza ka thonë në hadith kutsi, këto njerëzit prej pare deri në fundit, prej zemra më të devotshme, mu mbledh këtë në një vend, me një meydan, me luj prej Allahut të në të mira që i ka Allahu azza xal, nuk pakson prej të mira me Allahu azza xal, atë sa nxjerr xhilpona me atë vrimin e vet ku është ndeti. Pap uj sa nxjerr, ças paksohet prej të mirat të Allahut. Një dietar kur e din këto, nuk xhelozon atë dietarin tjerë, pse njerëzit po i shkojnë për mas. Përkundër se i gëzohet. Bile, dietari i mirë, çka i ofron mundësia atij dietarit tjetër që më ndihmu dinin Allahu azza wa jalla më shumë, se s'ka xhelozia, zemra e ka të pastë. Zemra e ka të miraj. Se të ajo është me rëndësi që shmi nxirr njerëzit për errësirës në dritë. Nuk ka më rëndësi që më shku këtë punë për mes tina. Ja, më rëndësi është që njerëzit më uzu, më pa halin sepse e din. Që në qofë se afron mundësin ati djetarit tjerë që me përhap dinin e Allahut azza wa jall, edhe kjo ka sevapin për para tina. Çdo sevap që e fiton ai dietar, kjo ka ofruar mundësin, mas pari kjo me sevapin. Pse unë me xhelozu sevapin? Pse ai me xhelozu sevapin? Mi po dietarët e këqij, cilët kanë qef që më përmen veç emri tina, veç ai që shtot, veç ai e ka mirë, ai xhelozon tjertë, nuk don me pa kërkon për mi veti. E kjo është një prej shkaqeve, një prej sebepeve e cila e zhvillon, e zhvillon xhelozin në zemrën e një njeriu. Një prej sebepeve, prej shkaqeve që zhvillon xhelozin tek njeriu. Andaj, njohja e Allahut ta largon xhelozin. Nuk kanë më qenë xheloz. E njeh Allahun azza wa jall. Për shembull, fjalë emri i Allahut El-Latif. Ngoni çfarë emri ka Allahu azza wa jall. Çka do të thonë Latif? Latif është Allahu azza wa jall e ka këtë emër sepse ai robi shpesh në jetën e përditshme ka qef me arrit deri te diçka para kohë. Allah ja ka caktuar atina, po me e ka shty pak. Apo e ka gjetë një metodë tjetër për marrë drejt ajo. Ai e dinvesh, ai është i urti, ai është i gjithdijshëm. Apo Allahu azza wa jall robi don diçka tjetër. Allahu azza wa jall e din që ai nëse jep atina nuk është mirë për to. Ja zonson me këtë diçka tjetër. Ai do me marr këto, Allahu azza wa jall ja ka caktuar këto. Edhe ja çon në rrugt, marr drejt atij. Ç'kjo është El-Latif. Ç'kjo është Allahu azza wa jall? Ç'ka do të thonë kjo? Allah azza ka thonë në Kur'an, asa an takru shay'an wa huwa khairun lakum. Ka thonë diçka që ju godet juve. Ju nështë e orrejnë ato, pa është mirën e juve. Pse? Se Allahu azza nështë ata ka qutë një sprov që me të godit diçka tjetër më e madhe. Apo ta ka qutë një sprov më të vogël që më të godit diçka më e madhe. Këto e din veç Allahi, që kjo është El-Latif. Një musliman, i cili e ka mësuar këtë emër të Allahut azza wa jall, e din për mbajtjen e saj. Nuk ka mësi me pas xhelozi për musliman që e lufton xhelozin për mes sajna. E lufton xhelozin për mes sajna. Pse? Sepse e din që hajri është dorë të Allahut azza wa jall. Ato që më ka caktuar Allahu azza wa jall çare pa shiju, edhe ka fshatën e fundit pa dal për kësaj bote, nuk e lo. Pa shiju nuk e lo. Që kjo është ai që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu i ka 99 emra. Kush i numëron ato, kush i mëson ato, ka me hynë xhenet. Për çfarë mësimit të koka fjala? Për mi ditë për mbajtjen e saj.
me di çka kanë to, sepse çdo mësim i një emri të Allahut veç e kërkon prej te që ti me praktiku në jetën e përditshme. Kur të mëson këto, ki mendim të mirë për Allahun. Ku me di çka me të godit ty prej të kësijave, ti prapë ki mendimin e mirë për Allahun, sepse ka doja, ka deri. Allahu zëre ka di çka është më mirë për. Ti mendon se është keq ajo për ty, po e ka qenë më hajër, sepse ka pas mundësi me të godit diçka tjetër. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Do të ju e doni diçka, po ajo është keq për juve. Allahu nuk don m'ia dhon ato, pse? Sepse është keq për ty. Allahu zë do me ta zëvendësu me diçka tjetër më të mirë. Është në periudhë kohore kur ti do me pas shumë, po Allah nuk të jep në periudhë kohore sepse nuk je i gatshëm që ti me pas në dorë. Sepse nuk do me ta dhon dorë, prishet feja, bën fesad dog. Po ta zëvendëson ta shtyn për mëvonë ta shtyn. Për kish ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith, kena përmend shumë herë dhe kena ndëgjuar. Allahu azza wa jall e ruan robën për dynjas, çish i ruan një smut kur në shtrat. Kur është njëri smut, çka veprojmë na? I rrim gati. Me buk, me haj, me pi, me qënë toalet, me la, ajo, kjo, me ilaçe në kohën e vetë, se si nësen, frymën një akshimi ka për merë. Që është një prej familjes to. Kësisoj, alona shumë, Allah e ruan një robë vetin prej dynjas, kur e din që me bu me adhon dynjan atin e prish. Një robë i cili din këtë hadith për Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që sohet, rahatohet. Edhe bën sabër në caktim të Allahut azza, edhe kënaqet me ato që ka dhënë Allah. Që ky hadith e shtin, që ai emri Allahu azza e shtin që ai më kënaq në ato që ka dhënë Allahu azza. E lemo me pas xhelozi dikon tjetër, s'ka shansa me pas xhelozi dikon tjetër. Formohet, ndreshet, rregullohet. Shkaqet e hasedit, xhelozis janë armisia mes veti, hidhrimi, kur e urrejmë njëri tjetrin. Çka? Ka njerëz, cilën sado që e urrejnë dikon, ka armisin e tina, ku me dit çfarë keshi me godit, aja thon nuk ka isaf hiç, që shtot popullit e na. Po veç kum të gëzu, sa që e kap dikun e keqe, e veç gëzohen veti. O shiku se munafika që i ka përmen Allah në Kur'an, kur e mësu për sahabet, kur i ka godin dë një keqe, ju në këthy për masë dhe e ka mbushit. Munafikat ka mbuksisoj për sahabet, për besimtar. Ju në jam shefë dhe e kanë boksisoj. Njëtit e kanë zemrën e tyre. Momenti që nuk janë publik, ata gëzohen, nështë edhe shprehin. Me të madhe shprehin, pse filan e godit e i kishe. Se kanë smundje, xhelozi. E kanë armisojnë dikon edhe ndodhë që asine. Edhe qka, këj grupi njerëzve, kur dikon e godin dhe një kishe ndaj musliman, fa që e thot, jo hakmar Allah e atina. Nëse mjarë kesh për thot, nëse më lutë që Allah zëllë më shpërbly për fatkesi që e ka godit, më kumë paslim për to, a i gëzohet, edhe kur sështë aja ty, thët jo, a e po që e kishë bu filonit, që e kishë ndodhë filonit. Fa më gëzohet, këto është prej mjë gëzimi, jo mjë drejt për zdrejt, mi po kuj ka gëzim ta, përshka ku rejti që i ka ndaj tina. Tjetër, mendimasia, kur njërit i hinë vetja në huj, edhe është mendima, qka a i ka haset ndaj tjeve, i gjelezën tjertë. Pse mendoj që është më i mirë se tjertë. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë në hadithin më të shtirë që kam lexuar për mendimasin, se Allahu azza këta njerëz ditën e gjykimit i bën sa grimca atomit. Vogël shumë. Ditën e gjykimit, kjo është normal, veç mendima që të vogël. Ti je shkeli për me ta. Mina në shmu para kejtve. Për shkak mendimasis që e kanë pas këtë dynja. Mendimasia ndaj tjerëve i shtin mos me pranu hakun. Edhe shtin çka me pas xhelozin, qof se ai ndodh diçka me pas më shumë se ai, në një pozitë apo në një famë apo në një vend, njëherë e shpreh xhelozin vet. Kjo është një peshkaqe e xhelozisë. Tjetër, dashuria ndaj pozitës, famës, edhe kjo gjithashtu. I shtin tjerë nuk ka dëshirë që dikur tjetër me pas ai famën që e ka, apo vendin pozitën që e ka. Tjetër, khubthun nafs wa bukhluha ala ibadillah yarhamukallah. Ka njerëz në flish, në shpirt janë të flisht. Qysh? Për shembull, nuk ka lidhje me një njeri hiç. Nuk ka lidhje, as zanati nuk është i njëjtë, as nuk janë njëjtës kohë, as nuk ka pasuri sikur ky. Po vetë pse nin për dikon mirë i vjen keq. Gjeleza. Hysh, as mos me njoh, po veç me ndëgju për dikon, o filoni ç'është që kish bë?
çuçi pas ka mri ashtu, çka pas ka bëu ashtu. I vjen keq ka. Ky grup i njerëzve në vetveten e tyre, shpirtin e tyre kanë të flisë. Ka thonë dietar. Tjetër, khoful muzahama. Kanë frikë prej konkurrencës, frika nga konkurrenca edhe mos realizimi i qëllimeve. Mos realizimi. Momenti që e ka dikon që çuçi përmend pak më herët, thonë, jo një kategorie, shohën të dy tregtar të mëdha. Nga frika që ai mos pyet mënash me pasuria apo ka xhelozia, kupton. Nuk e këshyra i pasurin, që shka thonë pejgamberi sa hadith, ni'ma al-malu salih li rajul salih. Sa pasuria e mirë është ajo për njerin e mirë, njerin e devotshëm, i cili e shuzon ashtu si ka thënë Allahu, nuk e këshyr pasurinë as soi, po e këshyr vetëm me pas pasuri, sepse është rob i saj. Bien, në sejdë për pasuri. Ka pasuri është njëri më i gëzuar, s'ka pasuri është njëri më i zënd. Është rob, tejse abdu dinari wa dirham, është katru robi dinarit dhe dirhemit. Nuk e këshyr atëre kur e shet që ka konkurrencë në çështjet pasurisë, me një herë xhelozon edhe xhelozia e myt ato. Tjetër shkak është dashuria për me nënçmu njerëz të tjerë. Ka edhe asaj grup njerëzve që vazhdimisht do me nënçmu të tjerë. Do me qenë gjithmonë me ajt që aj me ju gra njerëzve. Që se shet dikush i livri, Allahu e shën ndonjë të mirë, e cila ajo e mirë e bën që kjo më boj përvarur për këtina. Me njerë xhelozon. Edhe shprehja xhelozin e ti, edhe ka qef që e mirë me largu atine. Kjo është smundje. Ka njerëz që do më konë përmi tjerë përshka që tjerë më konë varur për tina. Tjerë me shku vishtë të aj. Kjo është një prej shkaqeve të xhelozisë. Që shëro xhelozia? Sepse pasi qenë nga smundje, bëdhët me dita që shërohet. Xhelozia shërohet përmes kërkimit dijes. Duke mësu çdo sene që i pomna, duke marrë, duke studiu, duke praktikuar jetën e përditshme, duke studiu Allahun azza xal. Për këtë shkak, o mirë shpesh herë me marr libra që folin për Allahun azza xal. Që ka kriju qiellin, tokën, çka kanë to. Emrat e tina që përmendën pak më herët. Kjo është dije dobishme. Thot, kërkimi dijes dobishme ta heq xhelozin prej trupit. Tjetër, el amalu nafi, veprat e mira. Shpeshtoj veprat e mira. Sa më shumë që shton ti veprat mira brenda ditës, nuk i vakt me menu për njerëz ti. S'ki kohë me menu, se ti ki me menu për shembull, si çohet sabah, e ke fal sabahin, ti menon brenda ditës çysh mi fal 12 recate, që ka thon pejgamberi son nafile, kush i fal ato e ndërton një shtëpi në xhenet. Po ti e gati, tu menu për këtë punë, ti nuk i me menu, nuk i ka me menu për tjerë që ka po punë dynjasaj, në pasuria, apo në pozit. Po çka? Pe pres drekën. 2-4 para dreke, 2 mas dreke. I qindin, 2 mas akshome, 2 mas jacis, ti bëjt 12, ta ndreshin një shtëpi për vetin në xhenet. Puna e mirë. Namazi duhas, dhekri, me shku në xhami, me shku me lej ders, me e bënë e të mirë dikujt, me një mu dikujt, me vizitu dikujt, në e thut. Kur menon për këto të mira, nuk i kohë me menu për filani që ka buni apo falani. Dhe çka e largon xhelozin, bile si bjen në me xhelozu për dikujt. Po çka xhelozon për ato që ta ka kalu ty në çdo punë të mira. E kjo xhelozi është halal. Tjetër, i të bëu di pasimi i fesë. Të mësu rregullat e fesë, të mësu. Për shembull, 5 vakte në ditë i falni. Këto 5 vakte në ditë ka rregulla ndo shumë, suneti, abdesi, tejmumi, ajo, kjo, tu e marr të lexu dinin e Allahut dhe tu prekupu me to, nuk i ka me marr xhelozin ndaj njerëz. Nëse nale se me menon, veç që shka boni filoni, shka boni filoni, as menon ish për praktikimin e dinit Allahut azza xal, atë normal që kime pas xhelozi, xhelozia ka me trokti. Tjetër, el akhlu selim, menja shnosh. Sikur fjala e Ibn Sirinit që përmendën pak më herët. Thot, ai ka përdor logjikën e Ibn Sirinit. Çka? Ka thonë, po nëse si ka dhënë për të mirë Allahu azza për punë hajrateve dikona. Punë të mirë po bën sa po mënët. Pse me xheloziun, pse ai përfundimin e ka në xhenet? Pse nuk me xhelozu për xhenet? Thot, e përdor logjikën e përdor. Nëse dikujt e ka dhënë Allahu azza dynjan, jo hajratet, po dynjan, e ai atë dynja e shfryzon harame, jo në halal. Përfundimi i tij zgjon xhenemit,
për shkone me xhelozu për zjam xhenemet. Ajo më dallon e shka punë e me. Po e rifin për mudimin e konë xhenem, për shka me ngojtën e mos. Që shi ka vonë Allah e shka bo. Ja. S'kam nevoj. E kam kokën rahat. Thot, përdorimi i logjikës shëndosh të largon ty prej xhelozisë. Tjetër, njerëzit të vrejnë kur ti e xhelos. Mos mendoj që njerëzit ju ik xhelozia jute. Njëri vazhdimisht mundohet me largu ato, por më që se shpejt edhe çka kur njerëzit e vrejnë që ti e xhelos, në çmoj. Momenti që del ti për ati me xhlisi, po kjo xhelozi. Do të në çmoj. Kur ti e din që njerëzit mendojnë ty për kësaj, atëherë përmes me pru veten këtë gjendje, ti nuk xhelozon. Pse njerëzit më fol për mua, më thon xheloz, njerëzit nuk shijnë mirë, njerëzit nuk të respektojnë, njerëzit nuk nderojnë, pse e din që filoni është xheloz, valla. Nuk kena mundësi me nejt në me të, nuk kena mundësi me bu muhabet, apëton, nuk naqët ai kunin mirë diçka për neve. Apo jam ka thon, ahib li nasi ma tuhib li nafsika takun muslima. Ka thon duaja njerëzve, ato që do vetës, ki me qenë musliman. Duaja njerëzve, ato që do vetës, ki me qenë musliman. Njerëzit kur e din që ti nuk ja don njerëzve të mirën, nuk duajnë me nejt me ty. Ti ignorojnë, të largojnë, nuk thirrën nëpër mezhlise, nuk thirrën nëpër neja. Pse? Se e din që ti e xhelos. S'kan qef me nejt me ty. Er-ridha'u bil qada. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Me u kënaq me qada'n e Allahit, edhe kaderin e tij. Çfarë thon dietar? Ka thonë një njeri si le xhelozon për dikon, ai nuk është u kënaq me qada'n edhe kaderin e Allahit që ka caktuar bëni filonin. Sikur po thot ja Rab, ke gabu që ti ja ke dhon. Audhu billah. Nuk no, Allah i ka dhon të mira ftina. Të mira shumëta, hajrate shumëta, edhe ti po xhelozon, nuk po pajtohesh me caktimin e Allahut asaj gjë. Kjo është rrezik. Pra ke shkak edhe veprat e të mira tua tretën, zhdukën, digjen, sepse ti nuk po pajtohesh me caktimin e Allahut asaj gjë. Kur ti e din që vallahi me xhelozum dikon, Allah i dhrohet me mu, pse se s'po pajtona me caktimin e tina, audhu billah, pse me xhelozuna. Larg me, sa më larg me xhelozia. Sa më larg me xhelozia. Si ka mundësi me u rujt për xhelozit? Ibn Qayyim ka përmend disa raste shumë interesante. Sepse muslimanët më menu edhe për këto, sepse tham xhelozia, hasedi, të rrok. Kone ka rrok hasedi? E ka rrok pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, s'po na rrok neve? Pejgamberi sa një audit për xhelozis, për hasedit, i kanë bërë sehr, i kanë bërë. Për xhelozis i kanë bërë sehr, si kanë desh me shkatru pejgamberin sa për shkak të mirës që ka dhënë Allahu atina, cila është e mirë, shpallja. Hadar ka ardhur meleku Gjibrili, bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, po të bëj rukje dhe ka përmend për çdo hasedjiu. Kur e kanë pru fëmijët e smut, e ka marrë pejgamberin, kul Allahu rabbul falaq min sharri ma khalaq min sharri ghasiqin idha waqab min fatat wa qad min sharri hasidin hasad. Edhe ka përsërit shpesh në vesh fëmijët, wa min sharri hasidin hasad wa min sharri hasidin hasad wa min sharri hasidin hasad. Për sherrit hasedjiut, i cili xhelozon. E thot Aisha radiallahu anha, wa qul rabbil nas malikin nas. Sa herë që kanë qenë fëmijë smut, ka qenë dikush për fëmijë, pejgamberi sa ka porositur me këto dy miknuatën, që me rujt prej hasedit. Me rujt prej hasedit. Atëherë çka? Muslimani ka duhet me këshir, duhet me rujt, duhet me dit. Në ka raste kur ka mundësi me dit që dikush kush ka dit, kush ka qenë xheloz ndaj tina, ka pas hased ndaj tina, pejgamberi çka ka porosit? Ka thonë nëse e dini se kush është ai që ka pas hased ndaj juve, me kërku prej tina me marr abdes, edhe çat ujin abdesit me marr ti mulon me ta. Automatikisht hiqet në syshi tina xhelozia tina që të ka rrokti. Xhelozia largohet duke kërkuar mbrojtje prej Allahut azza vazhdimisht. Kthimi ka Zot. Vazhdimisht. Shpesha do më bëj dua. O Zot, Allahumma inni a'udhu bika min kulli su'in khalaqtahu. Allah, kërkoj mbrojtje te te për çdo të keqë që ti e ke kriju. Allah e ka kriju të keq. Allahumma ya hafiz ya hafiz, o Allah, o ti cili mbron mua, ruajm prej të këqijave. Kërkoj mbrojtje për Allah që ki nevojti, një për qëllimeve që Allah i ka kriju ty, që ti një drejtu Zotit, jo më thonat nëse së më gjonë kur gjonë mua, ja,
Ti do të më drejtu se një prej qëllimeve që Allah ka krijuar është që ti më drejtu Zotit që Allah më mbrojë ty prej qijave. Që Allah ty më tryt prej nsyshit. E kështu me radhë. Tjetër, taqwa Allah wa hifdhu inda amri wa nahi. Me qenë i devotshëm. Qysh me qenë i devotshëm? Munu me qenë për atyre muslimanit cili shka din prej urdhrave, për obligimeve, sa të kënë mundësi më të qumë, edhe shka të kënë vendalesave, i din, kjo është një prej shkaqeve që të trunë prej hasedit. Pse? Sepse ti po e runë Allahun, Allahu po trunë ty. Qysh e ka porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Umar? Ihfadillah yahfazk. Ruaj Allahin, Allah i trunë ty. Allah i mron mu pedi, po qysh unë po më jam rrit Allah. I runë ndalesat e tina. I çon ndan urdhrat e tina. Që kjo është rujtja jote Allahu te xhelton. Friga jote ndaj Allahut te xhel, kjo është një prej shkaktave që ty të ruan prej xhelozisë. Sepse ti ke rujt Allahun, e ke rujt Allahun azh kur ke qenë rahati. E ke rujt Allahun azh kur ke qenë vështirësi, Allahu azh ka më të gjetë ty. Allahu azh ka më të gjetë ty, edhe ka më të rujtën gjithashtu çu shi ke rujt ato. Tjetër, as-sabru ala aduhi wa an la yuqatiluhu. Me bo sabër. E din që dikush po të armiqson vazhdimisht. Jo atina më kthy me atë armiqësi që po ta bëj ty. Po so kur mos më anku atina. Kësoj kanë thonë lemat. Kësoj to në kaimi. Kësoj e largon. Ja fal. Ai bën diçka ti ja fal. Ai bën diçka ti ja fal. Ai gjelon diçka ti apo ti ja fal. Kjo është e thënë ato të mish. Nuk e nxit ato më shumë që më të bëj xhelozi, po e zbut ato. E zbut ato. Tjetër, at-tawakkul ala Allah, më mbështet Allahit. Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Ai që i mbështetet Zotit, Allah i mjafton atina. E din që çdo sen është dorë të Allahut atje. Tjetër, faraghul qalb min ishtigal bi yufik. Mos më menon xhelozit e njerëzve. Ka disa njerëz që preokupohen. Filoni s'm le rahat. Filoni po më xhelozon në stop. Filoni kështu, filoni ashtu. Mos më menon xhelozin e tjerë, s'ki nevojë si ki punë tjera ashtu shton pak më herët. Me çka më u marr për me largu xhelozin për vetvetes. Tjetër, el-iqbalu ala Allah wal ikhlas lahu. Mi u kthyu Allah ta zil me sinqeritet. Qysh hatta yakun ad-din kulluhu lillah. Deri sa çdo punë që e bën ti në jetën e përditshme, mu bo veç për Allah, jo për diçka tjetër. Mu rujt. Punët e tua në jetën e përditshme më bo veç për Allah, jo për dikon tjetër. Kjo është një prej shkaqeve që ty të ruan për xhelozisë njerëzve. Pse? Sepse ti je i sinqert, ti je muwahhid. Njësuas i Allahut me plot kuptimin e fjalës. Tjetër, më u pendu për gjunohave tua. Sepse shpesh herë xhelozia ndokujt të kap ty për shkak të gjunohave tua. Sikur mos kishe qenë për gjunaqarëve, nuk kish me të godit xhelozia atyre. Wa ma asabakum min musibatin fa illa bima kasabat aydikum. Nuk ka sen që ju godet juve, vetë është prodhimi i duarve të juaj. Prodhimi i gjunohave. Në qëse të karoj xhelozia dikujt, është për shkak që nëse dikush po të rrin kry vazhdimisht, po të bën zullum, nuk po të vjen rahat, ka asen ndaj teje, është për shkak gjunohave tu, sikur mos të qenë gjunohat e tua, sikur ti ishe bo istikfar për gjunohat që i ke bo, ai s'ka mundësi me ne ty për mikry, me sundu ty. Po gjunohat e tua i është shkaktar pse ai po të rrin për mikry ty. Tjetër, as-sadaqatu wal ihsanu ma amkana. Sa më shumë dhon sadaka. Sadakaja e largon hidhrimin e Allahut te xhel. Yadfa'ul bala. E largon belajen, e largon belajen, e largon mysyshin. Sadakaja e ruan edhe njeriu prej mysyshit e ruan. Përmes sadakas më mirë. Tjetër, itfa'una al-hasad wal mu'dhi bil ihsan ilay. Tu ja kthy hasedjiut edhe atij që bën keq me të mirë. Është një ajet i Kuranit shumë interesant. Allahu azza wa jall thot: "Wala tastawi al-hasanatu bis-sayyi'ah." E mira me të keqen zbarazon kur hiç. E mira është e mirë, e keqja është e keqe. Çka? Itfa billati hiya ahsan. Do të ktheja të jerëve me ato që është më e mirë. Ai ta ka kthy me të keq, ti kthe me të mirë. Çka? Fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid. Fa nëse dikush ka bëu të keq, ti ja kthen me të mirë, thotë çka? Thotë veç kur ta shifsh që ai ka më bëu shok i jot i dash. Ka bu kesh, ka xhelozu, të ka armisu, ti ja ke kthy me të mirë atina, ja ke kthy me të but, mas një dite shumë të afër, ka më konë mik i joti. Pse? Se mirësia jote ndaj ti, përkundër që të ka bu kesh ty, ka me thy ato,
Ska me largua xhelozi që ka ndaj teje, atë urrëti, atë armiqsi. S'ka çfarë po kthyej. Por kish ka edhe pejgamberi sa ka thënë hadith, wa'fu ala man zalamak. Falja edhe atë që të kanë bërë zullum. Se përmes kësaj falje ti ata i rëzon. Përmes kësaj falje ti ata rëzon edhe ruan vetin për sherrëtinve edhe hasedit tine. Thot Allahu Kur'an, wa ma yulqaha illa alladhina sabaru. Thot që ky sifat mja fal njerëzve edhe të keqin mja kthy me të mirë, është sifati i durimtarëve, jo i secilit. I rallës nuk janë gjithë njësoj, s'ka mundësi gjithë me bokit punë. Me kthy të mirë me të keq, të keqën me të mirë. Wa ma yulqaha illa dhu hadhin adhim. Ai cili e bën këtë punë ka pas fat të madh shumë. Thot është një nimet i mirë, nimet i madh i Allahit që ka dhënë atina, sepse zemra shumë gjon. Po ka mundësi mja falen dikujt që i ka bërë zullum shumë madh. Edhe shkaku kryesor që ka mundësi që trun është përmbledhës i keq në çfarë përmendëm, është ka tashritu tauhid wa anna kulla shay'in bi yadi Allah ta'ala. E njësu Allahun mënyrë të plot, e duke e di se çdo sa në dorë të Allahut. E din çka? Po më gjerezon? S'ka lidhje. Ajo që e ka caktuar Allahu për mu ka më godit. Ajo që Allah se ka caktuar, s'ka mundësi më godit. Këtë është dorë të Allahut atë. Kjo është ajo kompleti. Kjo është ai imani një jetë i plot që të ruan ty prej xhelozisë. Sepse e din Allahu Azza wa Jalla është lëvizse i seneve në këtë dynjë. E din. Përderisa ai nuk e ka caktuar me të godit diçka, s'ka më të godit. Çu që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, njëri prej sahabëve. Po vallahi ka thonë. Sikur këtë njerëzit muçu me të bëu keq ty, nëse Allahu nuk e ka caktuar ato, s'ka mundësi me të godit për shkak. Këtë njerëzit më të bëu, me të bëni të keq. Allahu s'e ka caktuar këtë e ki. Qofse këtë njerëzit qonë me të botë mirë, e smut shumë, e kini smutit madhe, mblidhen gjithë njerëzit, pasurin, ndimen, mjek më të mirë. Allahu Azza wa Jalla nuk e ka caktuar ti më moshnosh, moshëru, me jetu ma gjatë, këtë është. Ma dihove, ku me ditë sa pasurini, ku me ditë sa mjekë, kur ti e din këto, në zemrën tënde, s'ka që ka të bënd të gjelozia tjera, sepse ti e lidh me Allahun Azza. Që kjo është e që ka kërkohet për neve vazhdimisht. E lidh me krijuesin. E din që ai është lëvizje i çdo gjë, lëvizje i çdo gjë. Hasedi për fund i ka dhomet e veta. I ka dhomet e veta. Dhe dietar i ka përmend, po i përmend shkurtimisht. Prej dhomeve të saj është se ai si li bën xhelozi le ta din që e ka arrit hidhrimin e Allahut. Allah nuk e don ato. Ka shërtu Allah, ka shërtu pejgamberi. Kur xhelozon ndaj dikujt, edhe ka çef që e mirë që ka dhënë Allah e tina më hekën, le ta din që e ka hidhruar Allah. Nëse ka llogari me hidhruar Allahun e zgjat për një të mirë që Allah e ka dhënë atina, le vazhdo. Mirë po, besimtari i mirë, besimtari që i tutet Allahut azza, këtë dynjan më adhon, se nuk i vjen kur gjën nëse e hidhron Allahun azza. Nëse e hidhron Allahun azza. Tjetër, smundja e trupit njeriut. Kur njeriu është xheloz, i smund edhe trupi i smund. Smund trupi i tij nuk është në rregull. Vazhdimisht e rrokin edhe vetit tjera të këqija vazhdimisht lidhen me trupin e tij. Vazhdimisht mendon keq për njerëzit. Vazhdimisht mundon të shmëbuz zullum njerëzve. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "El muslimu man sallima al muslimuna min lisanihi wa yadihi." Ka thënë muslimani i vërtet është ai i cili të tjerët janë rahat prej gjuhës tina, prej dorës ti. Jo rahat. Kur nuk ka thënë një fjalë keqe njerëzve. Kur me dorë nuk i prek njerëzit. Kur nuk i nguc. Gjuha e dora ti janë të pasta. Kjo është muslimani i vërtet. Tjetër, i hub pozita e tij tek njerëzit. Edhe kjo është e keqja e hasedit, ajo që përmendëm pak më herët. Tjetër, njerëzit hidhrohen me to, nuk e dojnë, e nënçmojnë. Tjetër, e sjell urrëtin e tjerëve, ja largon të mijat. Xhelozia bëhet shkaktar që Allahu azil me t'i hub të mirë aty. Të mira që ki dynjas, Allahu azil me t'i hub edhe ato. Tjetër, xhelozia është burrim i sherrëve, qysh e pam hadithet pejgamberit sa që ka mundësi marr edhe musliman në uvra në mes veti
për shkak shkafit, për shkak hasedit, për shkak xhelozisë. Xhelozia sjell armiqsi, sjell urrëtie në zemër. Xhelozia është mjet që shkatërrohet shoqëria me to. Mjet që ka mundësi më shkatërru shoqëria me to. Ka njerëz që për xhelozi që e shohin për dikujt që Allah i ka dhënë pushtet për shemb. E ka pru me udhëheq një vend. I ka pru edhe udhëheq atë vend me drejtësi, domethënë. Për xhelozi që e ka i bën kurtha atij pushtetari. Derisa kjo kurthë tina nuk jet vetëm tek ai, po i kalon kufit e prish këtë shoqëri. E prish këtë shoqëri. Sikurse çështja e rebelimit fe nga ana e Xhavarejve. Edhe xhelozia është shenjë e cila tregon në moralin e keq të njeriu. Sado që me bo veprat mira, vetëm që është xhelos kur shet mirat e njerëzve ka çef që me ajo, ai lëdon sa është i ulët ai njeri. Çfarë niveli i ulët është ai njeri. Edhe nuk i mjaftojnë atij ato punë tjera të mira të cilat i bën ai jetën e përditshme. Lutim Allahun azza wa jall që la largoj xhelozin prej zemrave tona. Edhe të na bëj për atyre të cilët vazhdimisht gëzohemi për tjerë kur dëgjojnë mirë. Na bëj për atyre të cilët vazhdimisht kanë qef me dëgju mirë edhe gëzohon, po përveç kësaj na bëj për atyre që shka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith me fatihun lil khair, qelsa të hajrit. Çka? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, thot ka prej njerëzve ka të shkojnë bojnë mirë. Jetë qelsa të hajrit. Kush ta shë rrugën ka me po hajrin atina? Pse? Çka të nina din diçka. E la emron, jo kjo bon, jo kjo zbon, jo shkote që kjo, më shkote që kjo. Jo e kam qëto, jo filoni më du me të limu, jo filoni më me ta se në e të më vërë. Vazhdimisht është qelsi i hajrit. Vazhdimisht, me fatih lil khair. Kjo është ajo shkalla ma e lartë, cilën e lusim Allahun azza na bëj për tyre. Allahu azza është ai i cili i ndëgjon lutjet tona dhe u përgjigjet atyre. Sallallahu alaihi wa sallam. Allah shpëlet. Pas me një pyetje këtu se u boshëm, vazhdimisht kur të bëjnë zullum ti i fal, ata pra me të keq, vazhdimisht kështu. Çka më bëu, me kalu jetën kështu që 18 vite apo vazhdon me të bërë keq? Ajo përgjigje me dhamë. Përgjigja për këtë pyetje ke veç. Kush ka pas drejt më shumë me kërku hakmarrje se sa Jusufi alayhis salam? Sa? Vllaznia vet, prej babë. Ndrope kanë gjujt. Kanë bo kurthën. U shit. Ka bo sabër me edhe prap në fund ja ka fal. Shka ka hek Jusufi alayhis salam? Në burg, anë knina, ka qenë rob sklav. E të më vesh, po prap se prap jam ka fal. Po tjetër kush jashtë Jusufit, sigurisht se mi po, thëmë wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru. Çka pjesa e ajetit që përmend pak më herët ke me shëllim se nuk ka mundësi me arrit këtë shkallë që mja fal njerëzve ku më di sa më ju bukesh veç ata që me të vërtetë janë durimtar. Wa ma yulaqaha illa dhu hadhin adhim. Ai cili ja fal tjerë ku më di se sa më ju bukesh atëne, ai ka pas fatin e madh, shumë një mërsi të madhe e ka dhënë Allah në zemrën e tij. Ka zemrën e pastë që e përmene pak më herët, s'ka as gjënan to, as armiqësi, as inati, as xhelozia, as kërgjëjq. Sallallahu alaihi wa sallam.